Një konsull I ri ku do ndodhur në Gjermani, dinamik dhe I palodhur në veriun e Gjermanisë, aty ku jeta ecën me saksinë e një ore zvicerane, vepron me qësi dhe përkushtim konsullin Derit Kolec Gjoka. Për 6 vitesh në këtë detyrë, si për 12 vitesh përfaqësues I dhomës industrisë dhe tregtisë së Tiranës, ai është bërë një adresë e sigurt për shqiptarën në Gjermani, student, punëtor, familje, artist, intelektual. Tek ai gjen jo vetëm procedura ligjore, por dhe ndihmë njerëzore, buzëqeshje dhe mirëkuptim. Ndër përjetimet më të rënda që ka pasur është aksidenti tragjik në Hamburg, ku humbën jetë 5 punëtorë të rinj shqiptar, të papajisur me dokumente dhe sigurime, ata punonin në të zezë. Pas përpjekjeve të mëdha dhe kërkimeve ligjore u arrit të siguroheshin të drejta financiare për familjet e tyre. Dhimbja e takimeve me prindër dhe fëmijët e viktimave, thot konsulli, ka qenë një nga momentet më të vështira të jetës së tij. Por veprimtaria e tij ka anën e dritës. Ai është krenar për integrimin e komunitetit shqiptar në Gjermani pa humbur identitetin. Arsim I fëmijëve mbetet prioriteti I tij. Shën Jozefi punëtor në Mirdit, tha, e cila sot rënditet në shkollat më cilësore në vend, po punohet për projekte me 4 shkolla profesionale në Mirdit, Lezhë, Kamës dhe Burgadec. Një tjetër shtyllë e punës së tij është mësimi I gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve. Në landet e veriut të Gjermanisë janë ngritur 17 shkolla shqipe në bashkëpunim të gjerë me komunitetin e institucionet lokale. Në jetën publike gjermane, Kol Gjoka ka ndërtuar një profil të respektuar, antar I CDU-s që nga viti 2011, kandidat për Bundestag në 17-21 2025 dhe drejtues lokal dhe deputet I qarkut të Pinersberg. Ai gazon vlerësim të madh shoqëror, është gjithashtu kryetar I shoqatës Alp Diaspora dhe antar I kryesisë së dhomës së tregtisë Gjermani-Shqipëri. Kontributi I tij është vlerësuar me titull nder si deri I qarkut Lezhë dhe për meritat veçanta civile. Ai thot vet, nuk janë dekoratat që nderojnë njeriu, është njeriu që I nderon ato me veprat e tij.